pritjeve të gjata dhe fluksi në autobus për 2 ditë u erdhi fundi, pasi mjetet e transportit urban në mbarvendin do të operojnë me kapacitet të plot. Pas një takimi të zhvilluar me Ministrin e Ekonomisë Delina Ibrahimaj, Ministrin e Infrastrukturës Enea Karakaçi dhe kryetaren e komanduar të Bashkisë së Tiranës Anuel Aristani, shoqata e transportit bëri me dije se qeveria ka pranuar kërkesat e tyre. Qeveria ka propozuar një paketë emergjence për një periudhë 3 mujore, ku do të kompensohen të gjithë operatorët e transportit publik për sasinë e konsumuar me vlerën 50 lekë për një periudhë 3 mujore. E thëndryshe, të gjithë operatorët e transportit do të furnizohen me naftë me një çmim final që nuk do të kalojë 170 lekë për litër, nëse marrin për referencë çmimin aktual të tregut. Pra, një çmim më i ulët se ai përpara nisjes së krizës. Do të ulemi në një tryezë përsëri javën e ardhshme për të diskutuar kërkesat tona të tjera, të cilat kanë të bëjnë mbi taksën e litrit të karburantit. Është ajo e aksizës, është taksa e qarkullimit dhe TVSH-ja në shitje që është 20%. Vendimi pritet të miratohet në mbledhjen e ardhshme të qeverisë. Të martën autobusët u reduktuan ndjeshëm pasi operatorët paralajmëruan se nuk mund të përballonin shërbimin për shkak të rritjes së çmimit të naftës.